Një tjetër është antari i ekipit për zhvillimin e teknologjisë, një tjetër është antari i ekipit për zhvillimin e po themi zhvillimin e marketingut, një tjetër është antari i ekipit për nuk e di, zhvillimin e tregut me jashtë Shqipërisë e më radhë. Do të bëni një përshkrim të shkurtër në aspektin teknik, pra i përvojës, 5 vjet eksperiencë zhvillimin e softwareve, 3 vjet eksperiencë marketing, 5 vjet në shitje e më radhë. Dhe edukimi, titulli diplomës që ka këtu, nuk kërkojmë specifikisht çfarë keni bërë në diplomë apo temën e diplomës, kërkojmë vetëm çfarë nivel diplome ka. Tani, pjesa kryesore, kjo ishte pjesa narrative. Pra, e mbyllëm pjesën narrative, e mbyllëm pjesën e shpjegimit buxhetit, shpjeguam tregun, konkurrencën, shpjeguam të gjithë gjërat e mundshme, edhe ushtruan ato për sa i përket realizimit nga pikpamja narrative. Këtu jemi te buxheti. Pra, dy element janë, narrative dhe buxhet. Buxheti është shumë i rëndësishëm që ju ta kuptoni drejt, dhe ta kuptoni drejt do thotë që ta keni të qartë se cilat janë aktivitetet që ju do kryeni, pra qoftë në blerje të produktit, qoftë punonjësit që do merrni apo i keni në punë, qoftë ekspertizën që ju duhet e më radhë. Dhe këtu ne nuk duam që ju të për shembull në rastin e ekspertëve, nuk kemi nevojë që të dimë emrat e ekspertëve që tani, por duhet ta keni të qartë se çfarë ekspertize do t'i duhet. Për shembull, po marrim një ekspertizë në industrinë e agrobiznesit, keni një ekspert që do ta punësoni, po themi 10 ditë pune, herë 20.000 lekë dita apo 25.000 lekë dita, dhe del 250.000 lekë vlera totale gjatë periudhës maj-dhjetor. Për ta bërë qartë, ndjesh për këtë gjurmën, për ta bërë qartë këtë fazën këtu, kjo do thotë me fazën e implementimit të këtij zëri ose të disa zërave. Dhe këtu në përgjithësi po të klikosh te kjo zgjidh, del një që është M1, M2, M3. Kjo M1 është thjesht vendosur në anglisht, ju kërkojnë ndjes, por ka të bëjë me periudhën. Pra periudha 1, periudha 2, periudha 3, periudha 4, në varësi se sa periudha ju do ta implementoni këtë projektin. Pra, mos u konfuzoni nga kjo M-ja që ju del aty si zgjidhje, është periudha e implementimit. Pra, në periudhë ta bëni te 1-shi, 2-shi, 3-shi apo 4, në varësi se si e keni tarë. Kategoria nën kategoria për shembull, punojësi i zhvillimit të teknologjisë, për shkërimi çfarë do bëj, në aspektin do zhvilloj website-in, do zhvilloj backendin, do zhvilloj shitje marketingun, do zhvilloj kanalin e shitjes me jashtë, çdo gjë mund ta bëni, njësinë, juni dhe sasinë. Pra njësia mund të jetë vlerë, mund të jetë ditë, mund të jetë muaj, sasia e tjerë, dhe e ka prerë aty se e ka marrë në Word për ta bërë më thjesht shpjegimin. Po ju pastaj dhe ajo llogarit në bazë të vlerave që ju i keni vendosur, llogarit në fund fare se sa është ai zëri. Dhe do vazhdoni me secilin zë, aq sa doni ju që të keni këto detajimin e buxhetit. Tani thjesht për ta lidhur pak me atë që mund ta shpenzoni, dhe besoj këtë slajdin ku e kemi këtë slajdin e buxhetit, po këtu. Pra, kosto dhe disbursimi për ju që jeni startupe, për ju që jeni startupe, ekipi paga mund të jetë 25% e vlerës të grantit. Ekspert zhvillimi maks 10% e vlerës grantit, shitje marketing 15% e vlerës grantit. Këto janë tavan maksimale që do thotë ju s'keni nevojë që t'i arrini këto maksimalisht. Mund t'i lini dhe më pak, thjesht nuk i kaloni dot, pra nuk mund të paguani më shumë se 25% vlerës grantit ndaj ekipit dhe pagës tuaj si individ, pra si person që drejtoni ekipin. Ekspertët nuk i kaloni dot 10%, po mund ta keni më të ulët. Dhe shitje marketing, këto e kemi rritur pak nga vjet, në fakt se ka qenë 10%, e kemi rritur sepse të gjithë na kërkuan që ta rrisim. Vetëm një sekond sa të hapim edhe një herë këtë dokumentin.
Okej, kështu që e sqaruam këtë pjesën e buxhetit detajuar. Vetëm një sekond të ndajmë dhe herë. Okej. Pra, fazat kanë të bëjnë me afatin e implementimit. Zgjedh periudhën, zgjedh kategorinë sipas asaj që ju del si listë. Nën kategorinë vendosni çfarë do bëj ky personi, i jepni një përshkrim të shkurtër, pra titullin dhe përshkrimin e shkurtër, njësinë, sasinë, e me radhë dhe ju del vlera. Dhe gjithmonë keni parasysh që vlera duhet të përkojë, vlera totale e gjithë projektit duhet të përkojë me fazën dhe vlerën që kërkoni nga ne plus përqindjen tuaj, dhe duhet të përkojë me faqen e parë siç fola në fillim, që është vlera e totalit grantit kërkuar plus kontributi në rast se jeni te faza 2 dhe 3 dhe shtesat e tjera që kemi. Dhe po ta shikoni këtu inputet janë të detyrueshme ose më mirë plotësimi i kësaj janë të detyrueshme, nuk mund ta lini pa plotësuar këto. Dhe këtu kemi të bëjmë aktivitetet e projektit. Pra aktivitetet e projektit është zgjidh vlera e shërbimit, po themi Google Cloud nëse e keni apo diçka tjetër. Vlera e detyrat, pra ky është aktiviteti, çfarë do bëni, do ta bleni këtë shërbim për fazën 1 dhe 2 apo për periudhën 1 dhe 2 dhe do shtoni realizuar ose jo në bazë të po themi në bazë të kapacitetit ose planifikimit tuaj. Keni parasysh që këto aktivitetet projektit ne i marrim dhe këto vendosen në kontratë në bazë të asaj që ju keni deklaruar. Tani jemi pak fleksibël në aspektin e implementimit, se e dim që mundet këto element të ndryshojnë nga momenti i konceptimit në momentin e implementimit dhe sidomos gjatë 8 muajve, se gjërat ndryshojnë gjatë implementimit dhe ne përshtatemi si agjenci, por duhet të jeni shumë të qartë dhe nuk mund të ketë 50% të ndryshimeve nga aktivitetet e planifikuara në aktivitetet e realizuara, sepse tregon që ju planifikimi ka qenë i gabuar ose ju nuk e keni bërë shumë të saktë atë në momentin e humultimit që çfarë aktiviteti do kryeni. Pra, keni parasysh këtu kur e bëni, e mendoni pak dhe keni kohë për ta bërë këtë, aktivitetet janë sa më të qarta se çfarë do kryeni dhe si, dhe nuk kanë të bëjnë vetëm aktivitete promovimi. Këto janë blerje licencash, blerje pajisjesh, blerje ndërtim shërbimi e tjerë. Menaxhimi i rrezikut, dy gjëra që unë do t'i thoja këtu, çdo biznes ka risk dhe sidomos në biznesin e startupeve çdo gjë është me risk shumë të lartë, pra që ecën apo nuk ecën, si është tregu nga momenti i konceptit teorik në realizim, gjërat mund ndryshojnë thelbësisht, koncepti mund të ndryshojë si rezultati interaktivitet me klient potencial, pra çdo gjë mund të ndryshojë. Prandaj duhet që ju të mos shkruani në këtë pjesë nuk ka rrezik, biznesi im është shumë i sigurt, nuk kam konkurrent, ka gjithmonë një konkurrent, qoftë këtu, qoftë jashtë, mund të jetë edhe mbase 100% jo konkurrent, por është deri diku një konkurrencë prezente. Pra edhe kjo pjesë, ju lutem mos e elaboroni në këtë formë, sepse e shikojmë shpesh që edhe me shumë të drejtë ju e keni shumë për zemër atë biznesin që doni të ndërtoni, por tregu shumë i gjerë dhe ka konkurrent që mbase ju nuk i njihni, prandaj duhet ta humultoni sa më shumë dhe të vazhdoni të kërkoni derisa ajo konkurenca t'ju shfaqet në kërkimin tuaj. Si vlerësohet risku? Antarët kryesor, pra e kemi bërë ne këtë për shembull, përshkrimi i rrezikut, vonesë në rekrutimin e stafit, pra nëse ju keni planifikuar që të merrni një staf me një kapacitet specifik, është vonesë, domethënë nuk ka filluar në kohë, është vonuar, qoftë marrja në punë apo fillimi për arsye personale apo për arsye profesionale, dhe vlerësoni këtë rrezikun, është i lartë, i mesëm apo i ulët. Dhe mundësisht te pjesa e veprimeve që duhen ndërmarr, ju tregoni se si do ta bëni këtë ose si do ta mitigoni këtë rrezik në rast se ndodh. Pra vonesë në këtë rast e kemi marrë si shembull në rekrutimin e stafit, dhe këtu kemi kapacitetet të brendshme për të mbuluar pozicionin në rast vonese. Pra ky është mënyra se si ju do ta rivlerësoni rrezikun dhe do ta bëni të lehtë
pjesën e implementimit gjithsesi. E njëjta gjë me çështjet buxhetore, pra përshkrim rrezikut, këtu mund të jetë për shembull mos realizimi në kohë i blerjes së një pajisje apo i blerjes së një shërbimi për arsye vonesë në dogan apo vonesa të tjera të cilat janë që janë jashtë po themi jashtë komponentit tuaj për t'i kontrolluar se nuk keni ju faj që vonohet një ardhje, një pajisje në Tiranë apo një furnitor ju vonon gjërat e tjera. Pra, sa më specifik të buxheti, vlerësoni rrezikun sipas atyre masave që ne kemi vendosur atje, e më radhë. Këto të tjerat janë evidente, koha, piketa, rreziku i zhvillimit të teknologjisë, pra e vonon zhvillohet teknologjia më vonë se ç'duhet, prokurimi, bleni diçka nuk ju vjen, etj. etj. Edhe këtu rreziku i zhvillimit të teknologjisë, ne pavarësisht se themi rreziku i zhvillimit të teknologjisë, këtu mund të jetë teknologjia ose mund të jetë zhvillimi i një shërbimi, pra shërbimi ka shërbimi mund të jetë procesi, nëse keni një proces, mund të jetë, nuk e di, një pajisje, pra pra nuk është vetëm për zhvillimin e teknologjisë, mund të edhe për gjëra të tjera të cilat zhvillohen gjatë periudhës, pra çfarë do lloj gjëje që ju keni ndërmarrë si biznese. Rreziqet e tregut, siç tham, rreziqet janë nga më të ndryshmet, tregu i pamaturuar, tregu i vogël, tregu larg Shqipërisë, tregu soll ndryshe, etj. Dhe gjithmonë duhet që të paktën të jepni 1, 2, 3 opsione, veprimet që ju ndërmirni për ta bërë këtë rrezikun më lart sa më të butë, pra për ta zbutur. Këtu performanca ndër vite, over the years, të ardhurat, nëse keni pas të ardhura, pra nuk është të thonë që të keni të ardhura, ky mund të jetë viti 2025, mund të jetë viti 2024, pra këto 2 vite tregojmë. Nëse jeni te faza 3, pra aplikoni për fazën 3, duhet patjetër që të keni një bilanc të dorëzuar dhe të paktën një prej këtyre viteve të keni një vlerë të ardhurash X. Nuk vlerësohen të ardhurat më të larta apo më të ulta, pavarësisht se kuptohet që nëse keni të ardhura më të larta ose keni një rritje nga viti 2024 në vitin 2025, këto të ardhura kanë të bëjnë me një tregues shumë të rëndësishëm që biznesi është duke ecur dhe duke performuar. Megjithse nuk është kriter për vlerësimin apo për marrjen e pikëve më të mëdha, dhe këtu fitimi neto, po prapë siç thash, nuk ka nevojë që ju të jeni me fitim, se në përgjithësi startupet nuk krijojnë fitim vitet e para, por në rast se jeni, duhet ta tregoni atë fitimin aty me vlerë, bazuar gjithmonë në elementet e atyre deklarimeve. Kështu që keni parasysh këtë gjë. Okej. Financimet më parshme nga grante apo nga skema të ndryshme, pra kush ka qenë objektivi i skemës, për shembull mund të keni marrë nga shteti, mund të keni marrë nga privati, mund të keni marrë nga çfarëdo lloj subjekti më përpara, do vendosni vlerën e financimit dhe periudhën e zbatimit që ne të kuptojmë se si, ose më mirë komisioni i vlerësimit kuptoj pak se si ka qenë elementit ose më mirë ky rrugtimi juaj si biznes gjatë kësaj periudhe. Dhe shto ose në rast se nuk i keni, mos i vendosni. Pra, dokumentacioni shumë e rëndësishme dhe njerë, si startupe nuk keni asnjë dokument për të sjellë. Pra, asgjë, zero. Nuk ka asnjë dokument që këtu duhet ta ngarkoni dhe këtë pyetjen për llogaritë bankare nuk keni nevojë ta shtoni këtu, por keni nevojë që të krijoni një logo, në rast se nuk e keni, mund ngarkoni thjesht një tekst, pra shkruani tekstin diku dhe ngarkoni ato si foto, të cilën ne pastaj e marrim dhe e vendosim në website-in tonë, si tek pjesa e aplikantëve. Dëshmia e penalitetit, keni parasysh administratori ose individi që
që aplikon duhet të jetë person me një rekord të pastër, pra nuk mund të jesh i dënuar dhe të financohesh nga kjo skem, dhe matësinë e dokumentit, pra kjo pjesë e logos nuk duhet të jetë më shumë se 5 meg, edhe në formate shumë të pranueshme, pra mund të jetë dhe në Word, mund të jetë në PDF dhe PNG dhe JPG. Ok, pastaj shtypni dërgo dhe të shohim që është kjo këtu. Po, këtë i pam, kështu që ishte kjo. Tani, shoh që ka pyetje dhe do t'i përgjigjemi atyre për pak. Kështu që vazhdoni pyesni, lutem. Çdo gjë, pra ka çdo gjë vlerë, kështu që mos nguroni. Kush ishte lehtësues edhe një herë? A mund të flasë, mund të hapi mikrofonin dhe të flasë? Edhe nga jeni. Në qoftë se nuk ka lehtësues, këto formën e aplikimit për lehtësues s'po e them sepse të kanë një vlerë për ju tjerët. Edhe po shkojmë tek pyetjet. Prit pas ka një. Ja. Okej, tani për sa i përket pyetjeve. Edhe po i lexoj nga fillimi deri nga fillimi. Nga fillimi fare, pas ka shumë pyetje. Sa të shkoj lart në fillim se e merr me Okej, arritëm te fillimi, të arrim te pyetja e parë. Arrim te pyetja e parë. Kur është afati fundit e aplikimit? 21 mars, ora 22. Shoqatat mund të aplikojnë me një projekt, jo si startup, nuk aplikojnë dot asnjë shoqat. Kjo është thirrje vetëm për bizneset ose individët. Për fazën 2 mund të jenë ortakët e SHPK-s të huaj, mund të jenë 60% e vlerës kompanisë, stokut kompanisë duhet të jetë në pronësitë shtetasve shqiptar. Shtetasit e huaj që kanë regjistruar një person fizik në Shqipëri, por nuk kanë leje qëndrimi dhe punojnë remotely, mund të aplikojnë vetëm në rast se kanë statusin e nomadit digital. Këtë pyetje ka bërë Kle K. Në statusin nomadit digital dhe janë në 12 muajt e parë të këtij statusi, pra nuk mund të aplikojnë çdo shtetas i huaj që ka një kompani në Shqipëri. Recycling Albania, nëse një biznes që është shpallur fituesi Grandi 24 ka drejt, po recycling ke drejt. Nëse biznesi ka vetëm një muaj që është krijuar, klasifikohet në fazën e dytë, sa është fondi sugjeruar që mund të aplikojnë këtë rast. Pra duhet lexosh rregulloren për këtë, se është shumë e specifike, po për t'ia vënë shkurt. Biznesi pra faza e parë dhe faza e dytë, ndryshimi është që në fazën e parë një biznes nuk ka një produkt ose mund të ketë një produkt, një MVP, mund të ketë një produkt shumë të hershëm. Te faza e dytë biznesi mund të jetë i regjistruar edhe para thirrjes, pra por duhet të ketë një produkt, një prototip të prekshëm që që do të thotë ky prototipin është shumë lehtë i tregtueshëm për pak kohë. Pra për pak kohë mund ta tregtosh. Edhe duhet të ketë teorikisht disa përdorues. A mund të aplikohet ideja e themelimit të një OIF-je? Jo, nuk mund të aplikohet. Po nëse tregojmë wireframe, jo, wireframe nuk është prototip, as MVP, është design. Në lidhje me fazën e dytë, Amarildo, duhet të jenë të regjistruar në QKB dhe të kemë prototip? Po, duhet të kesh edhe regjistrim dhe të kesh prototip funksional, të paktën edhe të pjesshëm. Aktualisht jemi të regjistruar dhe po zhvillojmë iden, por nuk kemi edhe një aplikacion funksional. Duhet të aplikosh Amarildo tek faza e parë në këtë rast. A mund të aplikojmë me wireframe? Jo,
nuk mund, domethënë mund të aplikosh me wireframe vetëm te faza e parë, se thash jo. Pra faza e parë lejohet wireframe. Faza e dytë e tretë nuk ka të lidhje wireframe, se duhet të kesh produkt real. A mund të aplikojnë fituesit e thirrjeve të kaluara, po mund të aplikojnë. Përshëndetje, në fazën e parë mjafton vetëm ideja, po mjafton vetëm ideja. Çfarë i cilëson të pranueshme aplikimin? Pra duhet të përgjigjesh formës aplikimit, që do të thotë, duhet të lexosh mirë rregulloren dhe të shikosh se çfarë është, çfarë vlerësohet nga komisioni dhe ti përgjigjesh atyre specifikisht për biznesin që do të ndërtosh. E kam kompaninë prej vitesh jashtë shtetit dhe dua ta zgjeroj në Shqipëri. Kompania ka klientë, revenu e tjerë, pra është e validuar, por në Shqipëri nuk kemi treg. Nuk kemi në treg. Si mund të pozicionoj, vetëm një lutem, bëni pak mute atë, një sekond të bëjë një mute. Okej. Vazhdoj me pyetjet. Okej. Përshëndet, a kam kompaninë prej vitesh, i lutem bëni pak mute atë. Po, prej vitesh jashtë dhe duhet ta zgjeroj në Shqipëri. Ka klientë revenu të tjerë, pra është e validuar, por në Shqipëri nuk jemi në treg. Si mund ta pozicionoj për fazën 3? Thjesht duhet të aplikosh, por duhet për të aplikuar për fazën 3 duhet të kesh të paktën një vit që je operativ në tregun shqiptar. Pra mund të aplikosh për fazën 2 në këtë rast, Alion Çaçe. A ka aplikim konsortium Startup Plus University? Jo, nuk ka. Startupet aplikojnë veç, të thirrja për startupet, të universitetet mund të jenë vetëm lehtësues, pra të thirrja për lehtësuesen. Po aplikim për krijim aplikacioni për institucion shtetëror mund të bëhet, në rast se institucioni shtetëror mund të ta blej, patjetër, po nuk do vlerësoj shumë, sepse një institucion shtetëror është një klient, dhe teorikisht duhet kesh më shumë se një klient për të jetuar si biznes. Duhet patjetër që në ide të përfshihet ndërtimi i një aplikacioni, platformë digjitale për të patur shanse fituese, jo. Po startupet e tjera që sjellin modele cilësore të edukimit ose shërbimit transferimit knowledge dhe inovacionit. Transferimi knowledge nuk është shërbim, dhe modelet e tjera të edukimit nuk e di për çfarë po referohesh këtu, po në përgjithësi ne kemi financuar edhe kompani që sjellin modele edukimi. Çfarë do thotë regjistrat e shpërndar, distributed ledgers në anglisht? Dje mundova është fjala më shqip që mund ta kishim gjetur. Dje mundova të aplikoja për pasaportën e startup, por nuk më lejonte të zgjidhja shtetin dhe nuk ishte mundur të aplikoja. Ju lutem për probleme me pasaportën ose aplikimet, një screenshot info@startupalbania.gov.al dhe ju a zgjidhim ne shumë shpejt. Fati aplikimin 21 mars ora 22. Dhe unë kam një error, pra erroret, screenshot, info@startupalbania.gov.al. A mund të apostoni linkun e aplikimit? startupalbania.gov.al. Del aty faqe parë. Sa hap faqen, apliko për aplikim për mbështetje me grante. Klikon këtu aplikim për mbështetje me grante, hapet, duhet të logohesh edhe direkt, pra 2 hape janë. Formularin e deklarimit të startupeve ku mund të gjendet. Kjo është formulari i deklarimit, është pasaporta e startupit. Pra do shkosh te faqja jon këtu dhe do aplikosh për pasaportë startup. Hap këtë edhe del formulari. Sa kohë kalon me disa aplikime dhe njoftimit, nuk e di, njoftimit fituesit, nuk di ta them se varet në numrin e aplikimeve, po
teorikisht rreth një muaj do zgjasë më pak se vitin e kaluar, ajo është sigurt se kemi automatizuar më shumë këtë procesin e verifikimit para prak. Aplikuesi skualifikuar nuk skualifikohet njëri, thjesht nuk merr pikët e duhura në rast se nuk financohesh. Vitet e kaluara nuk na keni dërguar pikët e vlerësimit, çfarë do të ishte diçka transparente dhe për ne, për të kuptuar dobësitë e aplikimit, në rast se nuk i keni marr, mund t'i merrni dhe gjithashtu ne kemi bërë për 2 muaj rresht edhe në 2024 edhe në 2025 sesione të hapura për t'ju informuar të gjithë ju. Është e hapur gjatë 2 muajve. Sesioni ka qenë 10, ka qenë midis orës 12 dhe 2. Një vit përpara ka qenë akoma dhe më gjatë, mbi 200 e ca aplikantë kanë ardhur për t'u informuar, kështu që nëse nuk e keni parë, shikoni këtë vit edhe hajdeni për t'u pajisur me detajet e aplikimit. Jam pajisur me pasaportën e startup para disa kohësh, por në momentin e aplikimit në Grant në Alban kërkohet të krijoj pasaportë startup sërish, po mund ta krijosh nëse të kërkohet, se di pse, po mund të jetë dhe forma më e thjeshtë ajo që ta rikualifikosh atë pasaportën dhe ju vjen shumë shpejt. Po ne që jemi startup i paregjistruar, unë jam fermer e regjistruar me NIPT, fermerët nuk aplikojnë dot për këtë skem, edhe NIPT i fermerit nuk është NIPT, sepse ju si fermer duhet shkoni tek agjencia tjetër që është AZBR-ja, ajo ju trajton. Si bëhet kur startupi biznes është regjistruar në Shqipëri, por pronari nuk është shqiptar, domethënë rezident por jo pasaportë shqiptare. Kjo nuk është se ka një diferencë, këtu të drejtën mund të aplikojë gjithsesi, por gjithmonë kompania duhet të jetë në shumicën e stokut kompanisë, për 60%, nëse është SHPK, 60% të paktën duhet të jetë në pronësi të shtetasve shqiptar. Mundet që ekipi të jetë njëkohësisht Mundet që ekipi të jetë njëkohësisht, çfarë do të thonë mundet që ekipi që të jetë njëkohësisht CEO dhe co-founder. CTO, CEO dhe co-founder. Nëse po i në KX, kushdo që të jetë, nëse mendon që do paguash edhe si CTO dhe CEO dhe co-founder nga fondet e grantit, kjo nuk është e mundur. Nëse do t'i kesh të 3 titujt CTO, CEO dhe co-founder, që më duket pak shumë për një person, po megjithatë mund t'i kesh në aspektin e vlerësimit vetes tënde. Mundeni të ma nisni ju lutem këtë dokument? Se kuptoj këtë dokument. Çfarë dokumenti për referohesh? Okej, kam marrë përgjigje. Tek fondi pagave përfshihen të sigurimet e punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe testim dhe tatim, po, të gjitha janë të gjitha të përfshira. Pra kur ju specifikoni pagën time, për shembull Ariani do paguhet te ky startupi, unë do vendos pagën e plot që përfshirë të gjithë taksat e mundshme të aplikueshme, pra gross, gjithmonë jo net. Tek fondi pagave përfshihen edhe më fal. Këto kërkesat këto mesazhet i lutem dërgojeni në chat të shohin të gjithë, jo individualisht se nuk do t'i lexoj. Fikni mikrofon, okay. Është e mundur të na dërgoni prezantimin via email, po të dyja mund t'ja dërgojmë pa merak. John Nika, a lejon buxheti pagesat e prodhimit të dokumentave ligjor, compliance GDPR? Po lejon. Pra këtu mund të marrësh një ekspert edhe ta paguash ato për t'i bërë. A lejon buxheti internacionalizimit, domethënë mbulimin e kostove të krijimit të një kompanie në Europë? Jo, këtë nuk e lejon, po ne me ndërkombëtarizim në Shqip, që ti e quan internacionalizim, kuptojmë që ti mund të marrësh pjesë në evente jashtë Shqipërisë dhe të promovosh kompaninë tënde gjatë këtij procesi. A lejon buxheti, a konsiderohet bashkëfinancim in kind? Jo, nuk lejohet. In kind
gjithmonë nëpërmjet kapitalit privat ose palëve të treta. Të lutem edhe një herë, deri kur është afati, është dhënë përgjigje. Si funksionon pronësia intelektuale dhe patenteve? Rubin Basha. Si funksionon pronësia intelektuale dhe patenta në kuadrin e kostove të pranueshme. Pra, nëse ti do marrësh një ekspert, se pronësia intelektuale ka të bëjë me një fazë që quhet evidentimi i pronësisë intelektuale. Pra, fillimisht duhet ta evidentosh çfarë pronësie ke. Se nuk është gjithmonë IP, mund të jetë nuk është gjithmonë patentim, mund të jetë pronësi industriale, mund të jetë lloj forma të ndryshme, mund të jetë trademark, mund të jetë markë e regjistruar etj. Pra nuk është se ka një element dhe merr një ekspert fillimisht, identifikoje dhe pastaj procedo me po themi regjistrimin e markës apo me patentimin e mëtej. Dhe këtë mund ta bësh edhe për Shqipërinë nëpërmjet drejtorisë përgjithshme e pronësisë industriale, ose në rastin kur ka të bëjë më shumë me drejtat e autorit, është tek Ministria e Kulturës si drejtori. Pra janë dy funksione kryesore në legjislacionin shqiptar dhe ligji për GDPR-in është i plotë, është i njësuar me ligjin GDPR-it në Europë, pra e vetme gjë që do bësh pastaj do shkosh te European Patent Office në rast se ke një patent për ta mbrojtur në gjithë kontinentin. Alisa, i lutem, të zërat e kostove njihen bashkëpunimet, fatura, kontrata me agjencitë suaj. Zërat e kostove a njihen bashkëpunimet, faturat, kontrata me agjencitë huaja në US, UK dhe Europë. Se kuptoj këtë pyetje Alisa. Nëse je hape mikrofonin dhe pyet edhe herë. Okej, nuk është. Për aplikantët e fazës së parë, a duhet bilance për një vit? Nuk ka nevojë për bilancë për fazën e parë. As fazën e dytë, vetëm fazën e tretë. Për shembull, ka kosto të TBSH-s mund të konsiderohen bashkëfinancim? Po, TBSH-ja konsiderohet bashkëfinancim. Dhe një pyetje tjetër, nëse unë kam nevojë të blej një makineri në fushën e riciklimit, është e lejueshme? Në rast se, pra, makineritë janë të lejueshme në rast se lidhen shumë ngushtë me shërbimin që ju do ofroni për palët e treta. Pra, vetëm në atë rast, nuk ka mundësi që ta dhe në rast se ju duhet një linjë prodhimi, kjo në këtë skem nuk është e lejueshme, të më drejtën, sepse ne nuk lejojmë investimet kapitale që të zënë gjithë buxhetin e grantit. Kështu që duhet ta mendosh shumë mirë këtë pjesën e çfarë makinerie është dhe për çfarë do hyjë në punë. Po teorikisht mund të lejohet, pra nëse të japim atë përgjigje. A ka kufizime në lidhje me faturat? Duhet 100% e grantit konsumohen në Shqipëri apo mund të ketë freelance, mallra, shërbime teknologji dhe nga jashtë shtetit? Tani keni parasysh kjo skemë është e financuar nga buxheti i shtetit shqiptar, që do të thotë lekët vijnë nga taksa paguesit, që ne t'i japim lek një freelanceri që është në Amerikë apo në Kanada, nuk më bën shumë sens. Pra ju do ezauroni çdo gjë blerje freelance teknologji në Shqipëri fillimisht. Në rast se për shumë arsye kjo nuk është e mundur, pra mund të ketë diçka përtej ofertës nga tregu shqiptar, kjo mund të lejohet. Po gjithmonë keni parasysh kjo që është shumë e rëndësishme që ne të incentivojmë ekonominë lokale tonë, domethënë. Mario, sa zgjasin periudhat për kostin e dytë dhe për kostin e tretë? Janë 3 periudha nga 2 muaj e gjysmë, pak a shumë këtë vit. Dhe gjithë procesi brenda një viti. Procesi i shpenzimit grantit duhet mbaroj brenda një viti. Pastaj aktivitetet mund të lesh edhe aktivitete edhe për 2027-ën, sepse sido që të jetë ne monitorojmë se çfarë po ndodh në 2027-ën gjithsesi, dhe keni raport edhe për vitin 2027. Kështu që në këtë aspekt, por granti duhet të ezaurohet deri në dhjetor 2026. Mund të na çoni mund të ndani linkun e Miros. Nuk është se ka ndonjë gjë këtu në Miro të drejtën, po mund ta nisim me email atë.
A duhet kesh një biznes të regjistruar që ke bërë për aplikim fazën e parë? Jo, nuk ke nevojë Bruno, mund të aplikosh si individ. Mund të nisni linkun ku mund të aplikojmë. Pra linkun e keni startup.albania.gov.al, shumë i qartë. Është edhe po ta shikoni këtu, tek ky website është ky website. Ne dëgjojmë. Blend, në qoftë se njëri nga dy co-founders nuk ka pasaport të Shqipërisë, por ka pasaport të Maqedonisë Veriore, kështu që nuk ka i Albania, mund që të jemi ortak. Pasaporta e individit që është ortak nuk është se ka një vlerë, mjafton që siç thash, stoku i kompanisë, në rast se kjo është SHPK, duhet të jetë 60% favorin e personit që ka një personit. I lutem edhe një herë mikrofonin. Televizion që s'punën të. Po ne pas vjetë nuk merr ata. Nuk ti merr ata duhen ai digital vetë nuk i merr ata. A punana? Po punon. Po. Vetë se si merr se duhen ata treja. Duhet mute po. Si aparatura që keni ju. Lutem profesor, thirrë me emër. A ka mundësi ta bësh mute ato mikrofonin se e dëgjojmë bisedën? Është Denisi. Është Denis Morrizi, nëse mundesh ta bësh mute. Se nuk i shoh dot gjithë këtu te ekrani prandaj. Okej, shef që ndoshta Rani ka mbyllur audion dhe po bëj zhurmë që parë nga mikrofonat e hapur. Po kostot cilat janë periodike, për shembull mujore, a duhet të deklarojmë si shumë deri në çfarë periudhe? Pra, granti mbulon, mund të deklaroni edhe gjithmonë varet për çfarë është kjo kosto, çfarë do mbuloj, por mundet që ta alokosh, për shembull, po ke një licencë që duhet ta blesh, apo licencë nuk e di për çfarë, duhet ta blesh gjatë periudhës maj-dhjetor, mund ta alokosh. Pra, nga momenti i firmosjes kontratës ne mbulojmë edhe kosto periodike, që nuk janë fatura telefoni apo kosto interneti. Mund ta shpjegoni edhe një herë, të lutem, si funksionojnë për fazën e tretë Scale Up, funksionimi është 75-25, pra për fazën e tretë, ku jemi këtu te faza e tretë? Faza e tretë, 75% ne financojmë deri në 9 milion lek, dhe kjo në nivel maksimal, pavarësisht vlerës si mund të jetë, është 75% e vlerës së grantit që do bëhet, dhe këtu ju duhet kontriboni në rast se fitoni në këtë fazë, duhet kontriboni 25% vlerës së grantit alokuar. Pra, do shtoni 25% në këtë rast mbi 9 milion lek për ta bërë thjesht, ose 25% mbi vlerën e grantit si kapital gjatë implementimit të periudhës. Pra 25% duhet ta alokoni ju nga fondet tuaja në skem gjatë gjithë periudhës nga muaji parë deri në muajin e fundit. Nuk keni nevojë ta keni në bank këtë si vlerë fillimisht, por duhet që ta alokoni dhe ne do ta kontrollojmë këtë nëpërmjet faturave dhe pagesave specifike që ju keni. Që keni për të bërë, domethënë. A duhet që dhe individët kenë pasaportën e startupit? Jo, nuk zgjat shumë fare, kështu që merre pasaportën e startupit, sepse shumë e thjesht, apliko sot, që ne kemi mundësi për t'ja u dhënë, edhe kjo shikoni edhe ekranin dhe deklarohu si startup, është shumë e thjesht për ta plotësuar. Nuk funksionon aplikimi për pasaportën startup, funksionon, pa merak, janë 1000 pasaporta të dhëna brenda 10 ditëve, kështu që s'kemi probleme me këtë. Unë që kam një biznes mbi 10 vite mund të aplikoj, jo, pra në momentin e aplikimit nuk mund të jesh më i vjetër se 6 vjet. Me që aplikohet përmes Albani, një kompani shqiptare nga Kosova, ka drejt të aplikoj për fazën e dytë? Pra, duhet jeni kompani e regjistruar në Shqipëri që të aplikoni për këtë skem. Pra, duhet jetë një funksion, të paktën një funksion në Shqipëri, dhe duhet keni persona të punësuar këtu që mund të aplikoni
për skemën e grantit nëpërmjet pavarësisht se i duam të gjithë shqiptarët e Kosovës që të aplikojnë. Si funksionon nga pjesa fiskale disbursimi? Subjekti përretfatuar agjencisë? Jo, nuk përretfatur, kjo bëhet hyrje si grant tek ju dhe pastaj disbursohet, po të pyesësh një specialist kontabil ta shpjegon shumë thjesht. A lejohen blerje importi apo duhen faturat fiskalizuara? Pra lejohen blerje importi vetëm kur është absolutisht esenciale, pra mund ta blesh. Sasia e financimit në fazën 1 është shprehur të reja. Mund të aplikohet për ndërtuar shtëpi druri, jo. A mund që kompania mund Po, faza 1 ke mundësi të aplikosh si individ, pa regjistruar një kompani. Lutem mos çoni mesazhe individuale se nuk do t'i lexoj. Përshëndetje, unë kam një prototip të produktit, por akoma nuk jam regjistruar në QKB. Në këtë rast mund të aplikoj? Po, mund të aplikosh te faza 1 gjithmonë. Nëse nuk është biznesi regjistruar në momentin e aplikimit dhe kemi një prototip, a mund të aplikojmë? Patjetër që mund të aplikoni gjithmonë te faza 1. Sa kohë duhet për të marrë lejen e nomadit digital, nëse bëj aplikim diku te 23 ditë. Dhe nuk jo, duhet ta kesh, pra duhet të jesh nomad që të aplikosh, jo të aplikosh për nomad dhe pastaj të aplikosh paralelisht. Për produktet digjitale, cila fazë konsiderohet si data e fillimit? Faza e zhvillimit, faza e regjistrimit dhe fazë tjetër. Kush e ka bërë këtë pyetje? Për produktet digjitale, cila fazë konsiderohet si data e fillimit? Se kuptoj këtë. Është këtu A, do të thënë ka vetëm një gërm këtu që se lexoj kush është. Nuk e kuptoj këtë pyetjen. Alion Çaçi kam aplikuar për pasaportën e startup para një muaji, por s'kam marrë përgjigje. Çfarë përgjigje kemi dhënë këtu? E mora tani pasaportën, shef, sa kam përshtypjen ata që e kanë bërë pasaportën duhet të jenë friksuar nga ky mesazh jot, prandaj ta kanë dhënë më një herë, ndërkohë që jemi në call. Po kur një femër me nipt fermeri, jo, pa nipt fermeri edhe një herë, s'ka nipt fermeri. Është agjencia tjetër që financon fermerët. Në qoftë se kemi prototipin dhe nuk kemi të regjistruar në QKB edhe është të përgjigje, po mund të aplikoni, mund të regjistroni para 21 marsit, po patjetër dhe të aplikoni për fazën 2. Dhe mund të aplikoj për 2 det ndryshme, pra keni parasysh, në rast se emri juaj shfaqet në 2 aplikime të ndryshme, asnjëri prej atyre aplikimeve nuk merret parasysh, kështu që djegin njëra tjetrën. Prandaj mos e testoni këtë gjë. A mund të bëhet më shumë se një aplikim me të njëjtin nipt? Jo. A janë të vetmet projekte të pranueshme ato që bëjnë pjesë në sektorin e gjelbërit digital? Jo. Mund të bëjmë pjesë nga çfarëdo lloj forme të ndryshme, modeli biznesi që lidhet sektori i gjelbërit dhe digital pavarësisht janë shumë të gjerë një herë, pra duhet ta kuptoni, është tmerrsisht shumë i gjerë. Por ja të hap pak këtë faqen këtu që ta shikoni. Sektori i gjelbër, kur sektori i gjelbër digital, këtu. Pra, energjia rinovueshme, bujësia e qëndrueshme dhe sistemet ushqimore, menaxhimi i mbetjeve, efikasiteti energjetik, ndërtimi i gjelbër, transporti i qëndrueshëm, menaxhimi i ruajtja e ujit. Pra ka shumë aspekte sektori i gjelbër dhe mund të jeni vetëm sektori i gjelbër, sektori digital është akoma dhe më i gjerë, dhe pastaj sektori i gjelbër dhe digital bashkë është akoma dhe më i gjerë, pra ka pafundësisht modele. A janë të vetmet projekte pra po mund të jesh në çfarëdo lloj industrie. Kjo është thjesht një sektor, ne e shohim si një sektor të mund të jetë çfarëdo lloj, mund të jetë turizëm, mund të jetë çfarëdo lloj gjë. Çfarë do thot model biznesi i shkallëzuar, edhe Shefqeti ka dhënë përgjigje. Faleminderit Shefqet. Laura, sa herë në vit hapen thirrjet për grant? Çdo fillim viti, pra çdo janar shkurt ne hapim një thirrje, të paktën një thirrje në vit, të paktën, pra në 3, ky është viti 3, dhe do mundohemi që këtë ta mbajmë sa më
sa më gjatë, po të paktën fundi janarit fillojmë komunikimin, dhe komunikimi vazhdon diku te rreth 1 muaj, pak a shumë. Okay. Përshëndetje, për të aplikuar për startup pasaporti duhet të jesh i regjistruar më parë në QKB. Jo, nuk ke nevojë. Pasaporti mund të jesh dhe individ dhe NIPT. Pra, pasaporta nuk ka lidhje me regjistrimin në QKB, s'ka lidhje fare, është veçantë. Pra, aplikoni sot, ju vjen me një herë, do punojmë edhe të shtunë dhe diel për pavarësisht se procesi tash është automatizuar për pasaportën, por ka njerëz që i përgjigjen dhe fundjavë dhe e hona me që është pushim zyrtar. Unë kam pasaport startup deri në 2027, nuk mund të aplikoj për nuk kam vlefshme. Jurgen Gjeloshaj, a e çon pak, nëse ka aplikuar si individ, çoj ID-n tënde, pra numrin ose më mirë numrin e pasaportës me email tek info@startupalbania.gov.al me përshkrim të shkurtër të problemit. Përshëndetje Ernest V, unë kompaninë e kam hapur në janar 2020, mund të aplikoj, mjafton që mos jesh më i madh se 6 vjet. Mund të aplikosh. A mund të bëhet aplikimi vetëm nga administratori apo edhe nga anëtarët në këtë rast? Në këtë rast merret pasaporta nga NIPT-i për nga aplikimi pra në qoftë se do aplikoni si biznes, pasaporta merret nga NIPT-i dhe aplikohet nëpërmjet atij NIPT-i. Pra duhet logohesh nga NIPT. Si individ nuk ka lidhje nga një Albane personale me një biznes. Buxheti 4.5 miliona është bashkë me 15%, jo, 4.5 miliona është maksimalisht çfarë vlerë grantin e ofrojmë dhe shtoni 15% mbi vlerën e grantit ofruar. Pra, nëse do kërkoni 4.5, do shtoni 15% në asaj vlere. Përshëndetje, unë si person fizik me NIPT mund të aplikoj për fazë të dytë? Po, mund të aplikosh. Kam prototip, dua të regjistrohem me NIPT të aplikoj për fazën 2. Në bazë të eksperiencës deri kur kam kohë të regjistrohem QKB. Pra, NIPT duhet jetë aktiv në momentin e aplikimit. Artemisa Bajrami. Nuk e di sa kohë merr regjistrimi një NIPT të më drejtën, pra duhet të jesh aktiv në momentin e aplikimit, NIPT-i në këtë rast. Çfarë duhet këtë NIPT të paguar? Më fal që u ndërpres. Pardon. Po lexoja pyetjet dhe nuk po korespondojnë me pyetjet e sotme dhe as emrat që u përmendin nuk korespondojnë me grup chatin. Mos jeni në një seksion të gabuar, se nga që po prisja përgjigje për pyetjet e mia. Po, pyetjet janë në grup, mbase s'kam arritur aty akoma. Okay. Nga që s'po shoh as emrat e grup chatit prandaj. Ndjes. Po, disa janë të regjistruar me iPhone, disa janë të regjistruar me KX, disa me vetëm GMNA, pra nuk është se ka emra. Okay, faleminderit. Këto pyetje janë pak a shumë me rastin më përpara që keni bërë një tjetër, nuk janë të njëjtat. Janë pyetjet e sotme, kështu që më lër të vazhdoj dhe do arrim të gjithë. Në bazë të eksperiencës deri kur kanë kohë të regjistrohen, pra këto e tham, iPhone, nëse kam biznes më shumë se 6 vitesh, një moment, se më duket se duhet kemi pas keni ju drejt, nuk e di pse më ka ik chati, se kam filluar të më çojnë edhe mesazhe individuale, edhe duhet jem duke lexuar diçka tjetër. Që vetëm një sekond sot të arri pak të fillimi. Okay. Unë kish rubrikat në gjuhën angleze për shqip. Lorida, përshëndetje, kur bën aplikimin si individ shto pra jemi e sotme tani.
Shto antarët dhe performanca ndër vite, të cilat janë detyrueshme si pjesë e fazës parë, unë nuk kam as antar historik ndër vitesh. Pra, faza e parë, performanca ndër vite lihet bosh, dhe faza shto antar do thotë që jeni ju personat që shtonin ekip, nuk ka nevojë që të ketë antar. Nëse s'keni, leni bosh. Rubrika duhen plotësuar në gjuhën angleze apo shqip. Unë kisha diçka të paqartë në lidhje me rregullat e buxhetit, thotë se pranohet qiraja si shpenzim. Qiraja nuk pranohet si shpenzim. Dhe nuk njihen pagesat me para në dorë ose cash. Nëse hap biznesin vetëm jam vetë punonjëse, vetë administrator, do llogaris pak për veten si pjesë e buxhetit. Teorikisht po, praktikisht nuk vlerësoj shumë nëse je vetëm, pra implementon i bën të gjitha vetë. Dhe për sa muaj mund ta llogarisim buxhetin, cila është periudha kohore, pra do llogarisin 8 muaj në përgjithësi. Nga fillimi nga maj teorikisht deri në 9 dhjetor. Unë kam bërë aplikimin për herën e parë që hapa faqen më kërkonte link për videon e produktit. Dhe dëshmi. Nuk kërkohet, pra është opsionale video e produktit, linku, dhe dëshmia penalitetit nuk kërkohet në asnjë rast. Pra, Geralta Doga. Përshëndetje, jam duke aplikuar për grant për startup në fazën fillestare, dohet konfirmoj përveç pasaportës dhe plotësimit të formularit përgjithshëm në Albani, nuk është nevojshme të ngarkoj informacione të tjera, jo, nuk e nevojë. Po nëse nuk ke website, lere bosh. Pyetja 1, ne jemi në një fazë që kemi konsoliduar idenë dhe jemi duke zhvilluar prototipin e platformës, i cili mbaron brenda 2-3 javësh. Në cilin nivel granti duhet aplikojmë, nivelin 1 apo nivelin 2? Gjithmonë varet nga perceptimi juaj i prototipit. Pra ne kemi një definicion për prototipin dhe ky prototipi duhet të jetë gati në momentin e aplikimit, sepse mbas aplikimit ne nuk kemi mundësi ta shikojmë. Pra vetëm në atë moment që ju aplikoni duhet të ketë një prototip gati që lejon vlerësuesin ta kontrollojë nëpërmjet fotove, nëpërmjet një linku, nëpërmjet një përshkrimi dhe mundet që të kërkohen edhe evidenca shtesë si ky prototip funksionon gjatë periudhës vlerësimit. Pra keni parasysh këtë gjë. Pyetja 2, sot aplikojmë për pasaportën e startupit. Kjo do bëhet në Albania nëpërmjet NIP të personi fizik. A ka problem që aplikimi për grant me emrin e projektit nuk është i njëjtë me emrin e biznesit? Sot aplikojmë për pasaportën e startupit, kjo bëhet në Albania nëpërmjet NIP-tit, personi fizik, okay, deri këtu. A ka problem që aplikimi për grant me emrin e projektit nuk është i njëjtë me emrin e biznesit? Aplikimi për grant me emrin e projektit nuk është, pra biznesi nuk ka nevojë që të jetë njëjtë emër me biznesin nëse është kjo pyetja, por nuk mund të jetë një NIP që s'ka lidhje fare me produktin. Se i bie pastaj që po merr një NIP dhe thjesht po aplikon me NIP. Pra NIP-ti duhet të ketë në përshkrim ose do ketë evidentuar në QKB edhe këtë komponent. Pra nëse je tregton nuk e di, mallra ushqimor, nuk mund të aplikosh për teknologji me të njëjtin NIP, se ke në fush veprim. Pyetja e tretë, në Albania thotë që pasaportën e startup vënon 2 ditë punë për të gjeneruar, ka raste që vënon më shumë se 1 javë, që domethënë se kalon afati aplikimit. Çfarë ndodh nëse vënon pasaporta e startupit? Kjo është pyetje hipotetike, se teorikisht mund të ketë ndodhur në 1 ose 2 raste, por në përgjithësi mos e lini pasaportën ditën e fundit dhe nuk vënon më shumë se 48 orë. Hello, pra pyetjet nga Eltoni. Elton, u sqarove për këto pyetjet e 3 pyetjet apo kisha më shumë? Po, jam në rregull. Kam edhe 3 pyetje tjera, po vazhdoj. Okay, ja, për 2 minuta. Hello, I recently applied for a startup passport. I'm preparing to apply for a startup and facilitator grant. However, while trying to register on the portal to submit the grant, I'm being asked to provide user personal education number. Okay, so Daniel, writing in English, you cannot apply as a facilitator
as an individual. Facilitator is an entity. It means you have you are a registered company with some background, at least 2 years, to apply as a facilitator. So your university can be a facilitator. You as individual can work for university as an expert. Just to clarify this. Edhe një pyetje për fazën 2, nevojë lehtësuesi dhe si funksionon. Lehtësuesi është në vetë, s'keni nevojë për lehtësues në asnjë fazë. Si funksionon procesi i aplikimit kur startup sapo krijohet dhe a duhet se s'bën një startup bëj marrëveshje me një lehtësues? Jo, nuk e kemi të thonë këtë në asnjë vend. Startupi aplikon më vete, lehtësuesi më vete, nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Lehtësuesi ka një objekt pune që ndryshon nga startupi dhe nuk duhet ngatrohen në aplikim, se nuk e keni dhe si element pra fush për ta plotësuar. Tek pjesa 1, kostot e pranueshme për startupet, pika që nuk kanë përqindje specifike në varësi se cilit lloj aplikimi, po. Ato që janë me tavane nuk duhen kaluar tavanet, për ato të treja. Pjesa tjetër mund të jetë si doni ju. Nuk e kuptoj çfarë është tregu. Problemi është ky kur nuk e kupton tregun. Tek info mbi gjendjen aktuale për ne që aplikojmë te individ. Tek info mbi gjendjen aktuale për ne që aplikojmë si individ në F1. Jola, a bëni çik më të qartë pyetjen se nuk e kuptoj. Si të vlerësojmë se sa i madh është tregu për një biznes i cili është inovacion global dhe nuk ka konkurrencë aktualisht. Po, e kam dëgjuar këtë shumë herë, s'ka konkurrencë, po jam shumë i bindur. Dhe si të vlerësojmë se sa i madh është tregu, ka shumë mënyra për të vlerësuar tregun. Një prej atyre është metodologjia SAM, SOM, TAM. Pra kjo është një mënyrë për ta identifikuar dhe pastaj duhet të identifikosh se ku është ky tregu dhe sa i aksesueshëm je ti ndaj këtij tregu, pavarësisht se mund të jetë produkti global. Pra, fillo kërko pak në web, metodologjia e vlerësimit të tregut dhe do të dalin disa mënyra për ta bërë. Pra nuk ka vetëm një mënyrë, ka disa. Kur përfundon afati i aplikimit, 21 mars, ora 22, në lidhje me këtë, një ekspert mund të jetë në ekipe të ndryshme aplikuese, që jo nuk mund të jetë. Nëse janë person fizik, pa mbush akoma një vit, a mund të aplikojnë në fazën e rritjes për një app dhe website? Nëse janë person fizik, po mund të aplikosh, jo te mund të aplikosh te faza 1. Financë, tek ekipi që qëndron pas ides, a ka nevojë të vendosim emrat e personave? Po, ka nevojë. Në qoftë se keni persona, po teorikisht duhet keni një ekip për të bërë një biznes. A duhet të jetë të njëjta persona si ata që kanë vendosur në aplikim pasaportën dhe ata që plotësojnë te rubrika e ekipit? Jo detyrimisht, pra mund të jenë të ndryshëm. Ata që vendosen tek formulari i plotësimit të pasaportës nuk vlerësohen. Ato emra që vendosen tek formulari i aplikimit vlerësohen, pra çfarë kapacitetesh kanë. M'fal. Kisha një pyetje për këtë grantin, domethënë. M'fal, do ta bësh pyetjen kur të hapi mikrofonin për të gjithë dhe ngrihet dorën se ka radhë. Lydia, dhe aplikon si biznesmen NIPT, a mund të marrësh ekspert jashtëm në ekip? Po mund të marrësh ekspert jashtëm në ekip. Deri në 10% vlerës. Angela, kjo fusha nuk është aktive, domethënë nuk shtoj dot secilin antar. Më ka kthyer aplikimin 3 herë, unë i kam bërë bashkë dhe vetëm kështu e mori. Uroj të mos kem gabim. Nuk shoh një gabim, po duhet ka një buton aty që thotë shto. Edhe vion, po nuk është gabim të shtosh një fush. Ku mund ta gjejmë dokumentin që tregon 7 pikat si vlerësohet një startup? Kevi, kjo është rregullorja te faqja
këtu institucioni dhe dokumentacioni Grant 2026 është kjo rregullorja këtu, rregullorja e thirrjes për Grant 2026. Downloadoje këto dhe lexoje. A është e detyrueshme që startupet në fazën fillestare të kenë ndjekur një program inkubimi? Jo, nuk është e detyrueshme. Nuk ka nevojë që të aplikoni me inkubator, pra lejini vetë inkubatorët, se nuk kërkojmë asnjë prej jush që të ketë marrë pjesë apo të aplikojë. A mund të aplikoj një startup në një platformë digjitale në zhvillim? Po, mund të aplikoj. Në varësi të fazës dhe maturimit, startupit do shkosh tek ato element. Përshëndetje, fazat me zgjedhje tek buxheti që shfaqen në Albania janë vetëm 3, faza 1, 2 dhe 3. Fazat me zgjedhje tek buxheti që shfaqen në Albania janë vetëm 3, 1, 2 dhe 3. A duhet përputhen dhe me disbursimin në 3 këstet grantit? Këstet e grantit kanë bëjnë me vlerën e grantit që disbursohet ndaj jush. Pra në qoftë është 1 milion lek grant, disbursohet në 30%, 40% dhe 30%. Fazat e aplikimit ose fazat e financimit kanë të bëjnë me çfarë maturimi ke ti si aplikant dhe sa do financohesh, pra nuk është e njëjta gjë. Jo, besoj që e ka fjalën për diçka tjetër, po, mbase shpjegoj më vonë. Në qoftë jeni ju që po e bëni këtë pyetje? Jo, po edhe unë kisha po të njëjtën pyetje. E ka fjalën për në e-Albania, ajo që ti ju referove me M1, M2, në e-Albania është referuar me F1, F2, F3 dhe mund të ketë krijuar konfuzion. Mund të ketë krijuar konfuzion me atë. Po, shumë i qartë. Pra ajo që ju del te buxheti është periudha, nëse ju del M ose F, është faza kohore dhe jo faza e pagesës. Dhe nuk ka nevojë që të alokohet me disbursimin 3 kosta. Pra ju thjesht duhet ta konceptoni çfarë do bëni periudhën e parë, çfarë do bëni periudhën e dytë, çfarë do bëni periudhën e tretë. Në rast se përkon ose doni ta lidhni me disbursimin, okay, po edhe ka njëherë raste që nuk lidhen me disbursimin sepse shpenzimet e tua në fazën e parë, për shembull bleni një pajisje, mund të jetë më shumë se 30% e vlerës grantit. Kështu që mos u mundoni që ta bëni identik atë, se do rini aty me orë të tëra dhe mbase nuk ju del. Kështu që mundoni që ta alokoni, të jeni sa më të qartë në zërat e buxhetit, pra t'i ndani ato specifikisht në shumë detaje, pra edhe kur vendosni emrin e një personi Ariani si ekspert, duhet vendosni ditët dhe çfarë do bëj. Pra ditët, volumi ditëve, volumi pagesës dhe totali dhe një përshkrim se çfarë do jetë detyra ime në atë projekt. Po mos u mundoni ta lidhni çdo gjë me fazën. Një pyetje tjetër e imja, duhet me patjetër që antarët janë rezident dhe banues vetëm në Shqipëri, pranojnë antar nga Shqipëria dhe një antar nga Shkupje, po pranojnë pa merret. Çfarë është për shembull është koha piketa dhe rezultate tek menaxhimi i riskut? Ato janë pra Elton, koha piketa dhe rezultatet ka të bëjnë po themi koha e implementimit mund të jetë mjaftueshme, është një nga rreziqet që ne kemi marrë si shembull. Dhe rezultati përkatës, pra nëse ti ke përcaktuar që do arrish një rezultat brenda një kohe specifike, ka një potencial, një risk që mbase nuk e arrim për shumë arsye. Dhe duam që koha dhe rezultatit lidhet me një rrezik specifik, por ti do tregosh se si mundet që në rast se koha nuk del, po themi gjatë periudhës parë të implementimit, si do ta rikuperosh këtë periudhën e dytë apo periudhën e tretë. Pra ke një plan B në aspektin e kohës. Po mund të shkruani çfarë doni aty. Jola, performanca ndër vite për ne që na aplikojmë në fazën e parë. Pra nuk keni performancë të fazës parë, lexoni pak rregulloren më shumë, ju lutem. Po nëse është biznesi regjistruar në 2026-ën, mund të aplikosh te faza 1 ose 2 vetëm, Ledja Fazli. Performanca ndër vite ta plotsojmë me vlerën 0 që jam të po. A preferojmë projekte që kanë tashmë një prototip ose përdorues të parë, apo mjafton një ide e mirë dhe plan të qartë zhvillimi për fazën 2? Faza 2 është vetëm prototip me përdorues.
nuk është për ide. Ide është faza 1 dhe prap te faza 1 nuk mjafton vetëm ideja, mjafton domethënë do ishte për te ides, është një koncept i konsoliduar, shumë qartë në aspektin e implementimit dhe tregut dhe teknologjisë dhe zhvillimit biznesit dhe më radh. Pra nuk është thirrje për ide kjo. Aplikantët me një fermeri mund të marrin, një fermeri nuk mund të aplikojnë fare. A do jetë e mundur të aksesohen ose të na dëgjohen në email regjistrimet e takimeve të mëparshme? Më fal, dërgohen me email. Pra ky sesioni bashkë me sesionet e javëve që kaluan janë online tek kanali jonë i YouTube-it, do ta bëj un copy paste kanalin për pak. Si mund të kuptoj se cila fazë jam, të lutem, në qoftë se nuk e dini ju, është shumë vështirë që ta them unë. Përshëndetje si startup në fazën fillestare që zhvilloj një prototip në fushën e energjisë dhe edukimit energjetik, analizojmë në pikë që nuk përfshih dot individ për shkak të futjes ruajtjes sekreti teknologjik. Mervin Hoxha. Si startup në fazën fillestare që zhvilloj një prototip në fushën e energjisë dhe edukimit energjetik, analizojmë në pikë që nuk përfshih dot individ për shkak të ruajtjes sekretit teknologjik. Po Ervin, një pyetje kam unë. Pse kush po domethënë nuk duam sekretin ton teknologjik që të na i japësh, duam të kuptojmë se si ky koncepti jot ka mundësi të jetë i suksesshëm në treg, sepse në fund fare do ta ofrosh këtë shërbimin në treg, do ta ekspozosh dhe nuk mund ta ruash sekret dhe ndërkohë po prap të operosh. Në aspektin e përfshirjes së individi mund të jetë një punonjës që gjithsesi nuk ke nevojë që të ekspozosh sekretin ton teknologjik. Pra është pak abstrakte kjo sekretit, ky nocioni ruajtjes sekretit teknologjik kur ti do të dalësh në treg. Dhe sidomos kur aplikon për një grant. A është detyrueshme shtimi i antarëve me emër mbi emër? Pra shtimi i antarëve kanë të bëjnë me elementet e vlerësimit, pra duhet kesh edhe po të fokusoheni gjithmonë te elementet e vlerësimit, performanca e ekipit, ose ekipi është një për elementeve kyç. Në rast se nuk ke një ekip të bien ato pikët. Dhe nuk mund të kesh një ekip me një emër pa emër të përveçëm. Freda Dyrkaj. Pra unë jam individ, kemi një prototip dhe një demo dhe nuk kemi regjistruar një QKB. Nevojitet që të regjistrojmë për fazën e dytë, po duhet të jesh i regjistruar për fazën e dytë që të aplikosh. Daniel, recently applied for startup passport. I am preparing to apply startup facilitator grant while trying to register on the portal to submit the grant application. Okay, kjo është tjetër. Daniel, if you want to apply as a startup, you need user personal identification number is your national identification number. Wherever you come from, you must have one. It's usually on your passport. And it can be from your country of origin. It doesn't have to be from Albania. Could you please advise how I should proceed? Yes. So you apply as an individual, but you don't need to wait for an Albanian national identification number. A është e lejueshme që antarët janë familjar patjetër? A mund të aplikoj të kategoria 2 si biznes, por duhet bëj një database, website dhe app? A mund të aplikoj vetëm me një prototip të krijuar tani, domethënë një template si do ishte? Pak pyetje vështirë kjo, s'arrit ta kuptoj. Merita, nëse unë kam një NIPT për një ide biznesi të ri, a mund të aplikoj? Biznesi i regjistruar në 2017, por mund të hap një NIPT të ri. Këtë duhet ta vlerësosh ti, por ne nuk financojmë biznese më të vjetra se 6 vjet. Sa është buxheti i grantit që ofrohet për aplikimin startup nga një individ? 15 milion lekë të vjetra maksimalisht. Për një aplikim fazën e dytë, aplikacioni në formë prototipi duhet të ketë përdorues apo mjafton të ketë pakti një funksion? Duhet të ketë përdorues,
Pra, jo përdorues, mbase mund të jenë, mund mos jenë përdorues me pagesë, mund të jenë përdorues thjesht test, po mirë është keni disa përdorues. Edhe mund të jetë dhe një funksion dhe të ketë përdorues. Nëse e fitoj grantin, duhet hap NIPT, po duhet hapësh NIPT. Pra ne financojmë, pavarësisht se mund të aplikosh si individ, financojmë vetëm biznese, që do të thotë që duhet të regjistrohesh në momentin e firmosjes kontratës. Çfarë ndodh në faktin që jemi të punësuar diku, po për personat e tjerë të ekipit që janë të punësuar në biznese të tjera si procedohet. S'di si ta jep të përgjigje, se ka shumë përgjigje këtu, po në qoftë se je i punësuar diku, pra nuk është se ne kontrollojmë ku je i punësuar, kontrollojmë je administratori i biznesit dhe merremi vetëm me këtë biznes. Për fazën 2 nevojitet lehtësuesi, jo nuk nevojitet asnjë lehtësues në asnjë fazë, tek cila fazë duhet të aplikoj kur e kam hapur NIPT-in para 2 vitesh. Shërbimi ekziston, por dua ta digitalizoj shërbimin dhe ta aplikoj për zhvillim aplikacioni dhe blerje pajisjesh të reja. Pra, edhe një herë, unë nuk mund të jap përgjigje për secilin biznes që ju keni, unë mund të jap përgjigje për skemën. Ju duhet kuptoni skemën pra fazën 1, 2 dhe 3, veçoritë e njërës nga tjetra, pra siç tham, te faza 2 duhet kesh një produkt pothuajse të gatshëm ose afërsisht të gatshëm ose shërbim, dhe duhet të jesh i regjistruar, te faza 1 s'ke nevojë, dhe te faza 3 duhet kesh operuar ose shitur atë produkt për 1 vitit minimalisht. Unë kam NIPT-in e regjistruar, kam app për biznesin, por nuk kam fitime, do e hapi lounge bar dhe barbershop, por nuk e kam hapur. Të dyja janë shumë biznese të mira, por nuk janë për këtë skem. Për fat keq, a është mandatore posedimi një NIPT, do me thonë duhet jesh PF, apo është mund të aplikosh edhe në fazën e parë si individ. App do e përdorin veç klientët e mi me rezervimin e takime online. Pra mos ndërtoj një app vetëm për klientët tu, se është pak e shtrenjtë, mundohu që edhe ti bësh pak në forma të ndryshme. Gjatë seksioneve informuese orientova të aplikoj si lehtësues dhe kam marrë pasaportën në përkatëse, por gjatë aplikimit has një pyetje që lidhet me mbështetjen e startupeve të vjetë të tjera, gjë që nuk është pjesë e aktivitetit tim. Pra gjatë seksioneve informuese orientova të aplikoj si lehtësuese. Okej, dhe kam marrë pasaportën përkatëse, pra je lehtësues. Por gjatë aplikimit hasa pyetje që lidhen me mbështetjen e startupeve të tjera, që do thotë si lehtësues ke mbështetur startupin këto 2 vitet e fundit, gjë që nuk është pjesë e aktivitetit tim, nuk mund të aplikosh si lehtësues nëse nuk ke pjesë të aktivitetit. Dhe nuk ka faza aplikimi për lehtësues, pra është vetëm një fazë. Startupi jon është në tetor 2025, por MVP është e validuar e të F2-shi. Po, pra jo me MVP të F2-shi duhet kesh prototip, pra nëse e përdor atë MVP-n për prototip, po. Nëse nuk aplikon brenda fatit këtë vit, do të pritur për vitin tjetër, për fat keq deri tani po, nuk e dia do kemi një thirrje të dytë këtë vit. Po në përgjithësi është viti i parë. Rasti kur është një ide biznesi brenda familjes, cili antar i familjes mund të aplikojë? Dhe me thonë, a ka një penalizim nëse njëri antar është i punëson në shtet? Po, ka penalizim, sepse një punonjës i shtetit full time nuk mund të ketë edhe një detyrë tjetër, po prap me kohë të plotë paralelisht. Kështu që mirë është mos e keni atë punonjësin e shtetit. Përshëndetja përbën problem nëse jemi të punësuar, jo për sa i përket vlerësimit. A mund ta shpjegosh edhe një herë të lutem çfarë është pasaporta për startup, pasaportë lehtësues, aplikim mbështetje për grante? Denis, duhet të lexosh rregulloren ose shko te website-i jon, sepse është shumë shtërues. Startup që po bëj kategorizohet si agrotech, pra një ferm për prodhim në kushte sere dhe laboratorike të disa produkte dhe shivarë shumë teknologjinë që do implementor si dhe në të ardhmen, pasi kemi mjaftuar shumë data. Në këtë rast duhet të kategorizojnë aplikim.
Pasimi kalimin e nxehtë. Mund ta bësh si duash, o agrikulturë apo teknologji, nuk përshpun Marcel. Kam niptin e hapur për X biznes, por Gram duhet të bëj për një ide biznesi tjetër, më lejohet. Nipti duhet të ketë në implementim, pra i regjistrim edhe këtë fushë veprimi. Okej, nëse është të mundur në fillim shumë ndërkohë, po patjetër, a mund të llogarisën kosto startupit që janë në ambientit? Jo, nuk mund ta llogarisësh. Përshëndetje, hyra pak në vonesë, a mund të kem prezantimin, po mund ta kesh. Kostot e blerjes produkte i përfshin granti. Varet, nuk shumë e përgjithshme kjo pyetje. Më falni se kam hyrë me vonesë për të fituar biznesi, a duhet të hap licencën përpara aplikimit apo mbasi të aplikoj? Pra duhet të regjistrohesh si biznes në varësi të fazës si aplikon. Për fazën 1 s'ke nevojë, fazën 2, 3 ke nevojë. Mund të shpjegoj pak në aplikim çfarë konsistojnë më një të pjesa e buxhetit, pra më njëshi, siç u folja, është ka të bëjë me periudhën e implementimit. Periudha 1. Po kostot e blerjeve të shërbimeve online për startupin ai përfshin. Nëse një shërbim online është, nuk e di, një platformë e-commerce që do shesësh produktin tënd, po lejohet, varet shumë çfarë problem. 25% në fazën e tretë apo 15% në fazën e dytë. Mund llogaritën si kosto qiraje që paguhen? Jo, nuk llogaritën për kostot në natyrë, është vetëm kapitali i hedhur në kompani. Për person fizik që nuk kam asnjë të punësuar, mund të aplikoj në 2. Po mund të aplikosh në varësi të produktit që ke, çfarë kërkohet te menaxhimi i riskut me masa lehtësuese, se kuptoj këtë. Nëse kam projektin në fazën demo dhe kam vetëm një klient në pritje për kam marrë pasaportën e startupit e individ me NIP, që lejon të aplikoj për fazën 2, jo, kjo është faza 1. Përshëndetje, përfshihen me grant për pajisjet e biznesit, domethënë mund të përfshihen financim me granti, vetëm nëse ajo pajisje është shumë e lidhur me produktin që do ofros ose shërbimin. Në rastin e pagave duhet vendosim vetëm ata që janë në listë pagesë apo dhe pozicionet që mendoj që do hapen. Pra në startup, Soela duhet të listosh ata që ti ke dhe mendon. Të dyja. Ekipi duhet të jetë i regjistruar si punojnë në sistemin e tatimeve, në momentin që bëhet aplikimi, jo, nuk ka nevojë, mund ta bësh, ta regjistrosh mbasi ke fituar grantin. Për produktet që do të ofroj, më duhet një aprovim nga AKU, si ai përfshin këto shpenzimi grantit, domethënë Megi, për produktet që do ofroj, do më duhet një aprovim nga AKU. Çfarë shpenzimi ka AKU-ja në këtë rast, me që është një institucion shtetëror? Ka mundësi të na thuash pak? Okej, kush e ka ngrit dorën për sa i përket mund të fillon, domethënë kush e ka ngrit dorën, se di, kam këtu. Merita. Mund të ta lexosh pyetjen ose të na i thuash. Kush ka ndonjë pyetje tjetër përveç tyre që lexuan? Hape dhe mund ta bësh pyetjen. Po, patjetër. Faleminderit për shpjegimin, ishte goxha shtërues. Një pikë pyetje tek pjesa e buxhetit për sa i përket ekspertëve të jashtëm. Pra, zakonisht në bizneset shqiptare është praktik punë që të paguajmë konsulent të jashtëm me NIPT. Është ky definicioni i një konsulenti të jashtëm? Po. Okej. Faleminderit. Pra, një ekspert që ju merrni në punë, mund të jetë edhe individ, pra mund mos ketë NIPT, por duhet të keni një kontratë. Në rast se nuk ka NIPT. Në rast se ka NIPT, bëni një kontratë shërbimi dhe faleminderit. Faleminderit. Asgjë. Soela Merita. Soela dhe Jer Merita. Përshëndetje, Soela. Kam një pyetje. Statusi i startupit tim është e-commerce. Por dua domethënë që të kaloj dhe në manufacturing.
Përpara se ta aplikoj, mund ta ndryshoj? Ço do ndryshosh? Shërbimet. Pra, domethënë çdo shërbim që ju keni në QKB duhet të jetë i listuar te fusha veprimit, sepse ka shërbime të cilat duan i konfigurim nga pra në momentin e regjistrimit. E vetmja gjë që ne kontrollojmë është që NIPT-i juaj nuk ka fushë veprimi edukimin dhe ka sjell një produkt për agrobiznesin, kupton? Nëse është kjo pyetja, Jo, aktualisht NIPT-i im ka si përshkrim vetëm e-commerce. Nuk ka fushën e tekstilit, për shembull unë referohem në fushën e tekstilit, dhe nuk ka as prodhim. Ndërkohë që projekti që unë dua të aplikoj, i ka këto të dyja të ndërthurura. Edhe e-commerce-in, por edhe prodhimin. Përpara se ta aplikoj dhe përpara se të marr pasaportën, duhet ta ndryshoj statusin e NIPT-it tim? Pra nuk ndryshon statusin, thjesht bën një update nëpërmjet i Albanias tek fusha e veprimit. S'ke çfarë status do të ndryshosh. Kështu që jo, e kam lidhjen pasaportën e startupit e kam marrë, dhe nëse bëj ndryshimin e aktivitetit, a duhet të riaplikoj për Jo, nuk e nevojë. Pasaportën e startupit? Jo. Urdhro? Jo, nuk e nevojë. Faleminderit. Më fal se përveç se ka pyetje këtu, ka edhe pyetje ka edhe pyetje me WhatsApp që është pak problem të drejtën. Megjithatë jepi kush ka dorën tjetër me Rita, nëse do të shoh që ke ngrit dorën. Po, faleminderit. Unë në fakt bëra pyetjen edhe në chat dhe pak a shumë mora një përgjigje në lidhje me NIPT-in që e kam që prej 2017-s. Por a lejohet nëse aplikoj si në për fazën e parë? Më penalizon diçka? Nëse unë kam një NIPT aktual. Po nuk mund të aplikoj për fazat e tjera sepse është më i vjetër se 6 vite. Jo, për çdo, pra një startup në momentin e aplikimit nuk mund të jetë më i vjetër se 6 vjet në çdo rast. Po. Për çdo fazë. Po. Por nëse sepse unë kam një ide të re që dua ta zhvilloj. Po. Dhe kam nevojë për një grant që të ecë më tutje. A më lejohet të aplikoj për fazën e parë apo duke qenë se kam një NIPT skualifikohem automatikisht? Sepse unë mund ta mbyll NIPT-in tjetër dhe të vazhdoj me këtë idenë e re. Ose mund ta shes biznesin e parë. Pra, edhe një herë, ne shikojmë ato subjekt ose individ që aplikon të granti, nuk kemi lidhje me subjektet e tjera, se ti mund të kesh edhe 20 subjekte. Pra, ne merremi vetëm atë subjekt që aplikon, jo me të tjerat. Dakor, e kuptoj. Në rregull. Mirë, faleminderit shumë. Asgjë. Okej, kush ka një pyetje tjetër? Përshëndetje. Po, si kalova? Mirë, unë kisha një pyetje faktikisht për sa i përket kategorisë më saktë. Unë kam një database, por që është offline e database dhe duhet të krijoj një website dhe një aplikacion. Dhe nuk po i futem më shumë detajeve, por që doja të dija thjesht në parim, duke qenë se ju tha që duhet të ketë ndërveprim me një pjesë të caktuar, domethënë të ketë qasje. A mund të aplikoj në fazën 2 apo duhet të aplikoj në fazën e parë? Të lutem ma shpjegon, ma e bën edhe herë pyetjen, pra në rast se ke produktin tek? Unë kam një database offline. Domethënë nuk është se kam online database. E kuptova databazën, nuk është produkt databaza, po çfarë produkti do ndërtosh? Duhet të ndërtoj një website dhe një aplikacion që të ketë ndërveprim dhe të marrë një shërbim që nuk është se ekziston tani në Shqipëri. Që mund të kem qasje unë dhe tjetër shumë të tjerë që nga se i interesuar. Ndërtosh një shërbim nëpërmjet kësaj website-it për palë të treta. Po, okay, shumë mirë. Më thënë thjesht duhet ta shpjegosh atë çfarë do ndërtosh tek forma. Pra mund të jem pjesë e fazës së dytë. Në qoftë se do ishte pjesë e fazës 2, do të thotë që ai website-i duhet kishte të paktën një funksion, duhet ishte funksional dhe
duhet ketë një funksion nga, nëse do kishte 3 në total, duhet ketë një për atyre gati tani. Si në rast se kishte 3? E kam fjalën, në rast se do aplikoj për fazën 2, duhet që ai website të ishte mbase si ishte live, po të ishte i aksesueshëm nga anëtarët e vlerësimit për ta parë. Pra duhet ta kishte mund të jetë një demo ose një diçka që mund ta ndërtoj këtë ditë? Jo, demo nuk është produkt, është demo. Pra duhet të kesh produktin deri diku të gatshëm. Prandaj quhet produkt. Pra duhet të jetë produkti i gatshëm, po jo me të gjitha funksionet në këtë rast. Po në rast se krijoj një website alternativ me AI këtë ditë, që duke qenë se është koha e limituar, a mund të jetë e vlefshme? Po, për fazën 2 mund të jetë, se di sa teknikisht do vlerësohet, domethënë kur ndërtohet me AI, por në koncept mund të jetë. Se ideja është thjesht me pas diçka të qartë dhe me deleguat atë që unë dua të nxjerr me atë produkt. Do të sugjeroja fazën 1, megjithatë ti duhet ta vendosësh. Jo, në rast se është e vlefshme, domethënë në rast se kjo me këtë lloj momenti që unë jam dhe këtë ecuri, bie faza 2, atëherë më e mirë është faza 1. Por që po shikoja mundësitë për fazën 2 faktikisht në rast se është kështu si projekt e kam goxha të kopsitur, por që ideja është që gjithmonë ka pasur diçka që më ka penguar dhe nuk është se kam realizuar deri tani, prandaj kjo është një gjë shumë e mirë dhe një mundësi shumë e mirë dhe do kërkoja thjesht lufta momentale është e cila fazë. Po. Duhet ta vlerësosh pak vetë këtë pjesë. Pra unë mund të të jap në një po themi mund të të sugjeroj, po nuk mund të ta jap unë përgjigjen. Jo, më shumë e kisha të vlefshmëria e një për shembull website kjo që tani kam të qartë këtë pikë. Edhe një herë, ki parasysh diçka. Unë e thash disa herë gjatë prezantimit. Ne nuk skualifikojmë njerëj në aplikim. Edhe po aplikove për fazën 2, nuk ka skualifikim. Në rast se e shikon komisioni të vlefshëm, mund të thotë që dëgjoj, nuk jetë faza 1, nuk jetë faza 2, jetë faza 1. Pra mund të kualifikohesh për financim të një fazë tjetër. Kështu që nuk duhet keni frikë në aplikim. Mjafton që aplikimi të jetë i qartë nga përmbajtja, buxheti, elementët që u panë më përpara. Jo në aspektin e çfarë faze do aplikoj dhe po se pata në atë fazë s'ka mundësi të financohem. E qartë. Faleminderit. Asgjë. Jeta, pastaj Eledi. Po, përshëndetje, faleminderit për informatat. Kam pyetjen, domethënë aplikimi im është tek kategoria te fusha arkitekturës, është ndërtimi i një toolkiti. Dhe për ndërtimin e këtij, domethënë koncepti është i formuar, por nuk ka prototip. Nevojitem pajisje makineri, thirrje CNC. A mundet me shtu këto vlerën e pajisjeve tek buxheti, pa llogaritën? Makineritë CNC futen tek NVMod, pra ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dhe këto në teori mbulojnë nga IDA që do ketë një thirrje gjatë muajit prill. Pra është më shumë i fokusuar tek ai, pra te një mënyrë tradicionale e prodhimit pjesëve të ndryshme. Pra nuk është shumë i lidhur me thirrjen tonë. Po keni një skem që do hapet shumë shpejt për 2-3 javë maksimum. Okej. Në përgjithësi, vlerja e pajisjeve nuk është pjesë e buxhetit, nuk preferohet. Është pjesë e buxhetit në aspektin që ajo pajisje bën të mundur realizimin e shërbimit, por CNC-ja futet te pjesa, futet te pjesa pra e një shërbimi që është domethënë është i pranishëm prej nuk e di sa viteve. Pra nëse sot është një makinë CNC, të njëjtën gjë e ke pasur edhe para 25 viteve. Pra është goxha e konsoliduar si biznes. Nuk mund të quhet startup, kupton? Kuptova, faleminderit. Asgjë. Eledi. Po, faleminderit për shpjegimet të gjitha. Unë kam aplikuar me idenë time. Ideja ime po themi është konkretizuar, është demo, është online, është një multi platform po themi edhe në mobile edhe në web. Kam marrë pasaportën, por kam aplikuar për pasaportën si individ. Dhe kjo pjesa për të marrë këtë fazën e dytë, po shikoj që duhet kemi një NIPT. Unë kam një NIPT si person fizik,
por që ajo e kalon atë si kohë zgjatër, pra është mbi 6 vite. Mund të aplikojmë për një SHPK, po themi, dhe kjo pasaporta pastaj i bie që është e pavlefshme? Po, pra, në qoftë se do aplikosh nëpërmjet NIPT-it, duhet që pasaport NIPT-it jeti pajisur me pasaport dhe kur aplikon të aplikosh nëpërmjet dritares së NIPT-it. Pra të logohesh si NIPT dhe të aplikosh. Këtë nuk e bëjmë një herë, pra nuk kalon më kjo pasaporta që kam si individ. Apo i bie të ngelet vetëm me fazën 1 tani. Do aplikosh si NIPT apo si individ? Unë kam aplikuar si individ, kam marrë dhe pasaportën, edhe po bëj këtë pjesën e plotësimit për grantin. Por po shikoj që nuk mund të aplikoj për fazën 2, me sa kuptova, sepse është individ vetëm, nuk ka. Jo, vetëm një pyetje kam. Në rastet kur ti thua kam aplikuar si individ, ç'do të thonë? Kam hapur në Albania si individ, jo si person fizik. Pra ke aplikuar për pasaport? Po, e kam marrë pasaport. Po. Tani do aplikosh. Pra do aplikosh, domethënë ke aplikuar për pasaport dhe tani do aplikosh për grant. Po. Korrekt. Okej. Tani kur aplikon për pasaport si individ, duhet aplikosh si individ edhe për grant. Dhe si individ mund të aplikosh vetëm për fazën 1. Vetëm për fazën 1 domethënë. Okej. Po. Në rast se do aplikosh, ke një NIPT dhe do të aplikosh nëpërmjet NIPT-it, duhet ta marrësh edhe një herë pasaportën. Nga parë, do të filloj me NIPT. Po, për NIPT-in edhe pastaj të kalosh tek aplikimi nëpërmjet NIPT-it. Por është e njëjta ide, mos ka bllokim kur aplikoj së dyti me NIPT? Pra është e njëjti emër. Jo, thjesht shpjegoj aty që kam dorëzuar një aplikim pa dashje nëpërmjet individit. Shumë e qartë. Okej, në rregull, faleminderit. Asgjë. Okej, kam vendosur në web disa pra info@startupalbania.gov.al, nëse doni të na dërgoni email, ju lutem dërgoni sa më shumë pyetje nëse keni mundësi ose keni dyshime, çdo pyetje për ne vlen, keni website-in dhe keni dhe kanalin e YouTube-it që mund të shkoni dhe të dëgjoni edhe një herë pyetjet ose shpjegimet përkatëse gjatë nga fundi ditës maksimalisht. Pra, në këtë aspekt jemi domethënë duam gjithmonë që të përgjigjemi sa më shumë. Nëse s'ka më pyetje dhe kemi prap disa si thash një javë, kemi nga e marta, mërkura etj, jemi edhe fizikisht edhe online përsëri, kështu që na përdorni gjatë kësaj jave dhe që ne të kemi mundësi t'ju mbështesim. Përqojmë edhe këtë kanalin ton në Instagram, që keni aty informata sa doni e të tjerë. Kështu që ju urojmë një ditë sa më të mirë dhe fundjavë sa më të mirë, me që është edhe fundjavë gjatë. Dhe gëzuar edhe ditën e verës për sot. Pyetja e fundit, si bëhet deklarimi në atë rast? Në cilin rast, Denis? A ka mundësi ta hapësh mikrofonin na bësh pyetjen? Përshëndetje. Bëra dhe si pyetje më parë, ishte pyetja granti mbulon pagesat për freelancerat. Qofse unë si startup punësoj një freelancer për të minimizuar kostot, si supozot bëjnë qofse ai është thjesht person fizik dhe nuk lëshon dot fatura. Pra, personi fizik e parë lëshon faturë. Në rast se nuk është i regjistruar, do lidhësh një kontratë dhe do ta paguash duke i mbajtur 15% tatimin burim. Okej. Pra, e merr si, domethënë ti quhen freelancer, ne quhem ekspert. Okej. Thjesht ndryshon terminologjia, por nuk ka diferencë në mënyrën se si e kontrakton. Okej, në rregull. Asgjë. Pyetja e fundit për sot edhe do t'i lejmë të ikim, një pyetje, nëse themeluesi punon në shtet, ndikon pikëzim,
Pra, si një themelues që punon në shtet mund të ndërtojë dhe biznes paralelisht është pak e vështirë, sepse teorikisht në shtet do punosh me kohë plot dhe nuk do kesh mundësi pastaj të angazhohesh në biznes me kohë plot. Kështu që hiqeni punonësit e shtetit nga kjo, ose duhet t'japi dorëheqjen te puna që është në shtet dhe të vijojë me ndërtimin e biznesit. Kështu që po e mbyllim me kaq për sot, siç thash, na përdorni gjatë ditëve në vijim që ne të kemi mundësi t'ju mbështesim për në aplikim. Kalofshi mirë dhe mirupafshim.